Në këtë muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se tufettehu abwabul jinan. Në muajin Ramazan hapën dyert e xhenetit. Në qoftë se meditojmë pak rreth kësaj fjale, në qoftë se ndalemi pak te ky lajm i madh që na ka lajmëruar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wallahi do të na përshkruajnë pretime të shumta që do të ndryshojnë gjendjen tonë. Paramendoje në qoftë se kudo që është përmend xhenetin Kur'an dhe kudo që është përmend xhenetin hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të ishte vetëm një premtim i cili ende nuk është i krijuar dhe ende nuk është i prezantuar, por Allahu xhallahu ala na ka premtuar për këtë, do të ishte mjaftueshëm për të na motivuar. Nga se Zoti i gjithësisë, ai i cili e flet vërtetën dhe ai i cili nuk e thën premtimin e tij na ka premtuar. E çfarë të mërmendja për një vend banim, për një xhenet që Allahu e ka kriju, hala pa të kriju ty. Që Allahu e ka përgatit, hala pa të obligu ty. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu çdo ditë me gjithë bukurinë që e ka, prej ditës kur Allahu e ka kriju xhenetin, është i bukur deri në atë mos. Sa që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma la aynun ra'at, atë që syni se ka pa kur, wala udhunun sami'at, as nuk kanë dëgju për bukurin e tillë veshi kur, wala khatara ala qalbi bashar, edhe nuk mund ta imagjinon njeriu kur bukurin e tij. Atë është i bukur. Kur është bëu kështu i bukur? Kur është bëu kështu të kaq i këndshëm? Kur? Që nga dita kur Allahu e ka kriju. E paramendoje tash këtë tjetrën që Allahu xhallahu ala prej ditës kur e ka kriju, çdo ditë i thot xhenetit të zejeni, zbukurau hala, edhe më mirë bënu. Edhe më mirë bënu. Zbukurau edhe më tepër. Sa që e ka thirrë një ditë Allahu xhallahu ala Xhibrilin, edhe i ka thonë, shka edhe këshyre xhenetin që këmë rregullu. Xhibrili ka mundësi me e po, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u hin xhenet me shpirtin e tij kur ka shku në Isra dhe Miraj, madje ka i me trupin e tij. Ashtu kështu ka shku në Isra dhe Miraj. Kur e ka thirrë Allahu Xhibrilin, i ka thonë shko këshyre xhenetin. Kur e ka pa Xhibrili xhenetin, çka ka thonë? Shikoj të dhëruar. Ka njerë du të mundohen me të sane, jo çashtu me ka përsy. A dini kush është Xhibrili? Kush është Xhibrili? Xhibrili është meleku më i madh, më i afërt, më i dashur i Allahut azza wa jall. Xhibrili e ka të lejuar në përqiell me shetit dhe mu afron në vende ku nuk guxon asnjë melek mu afru. Tash një melek i cili është i kësaj kategorie, i kësaj madhësie, që ka qasje me i gjithkun, e çka s'ka pa e Allah? Të lëvar bukurie ka pa, jo veç tokën, pe ka pa dhe qiell dhe qete, këti ka pa. Kur e ka pa xhenet në herën e parë, i ka thënë Allah xhallahu ala, shko këshyre. Kur e ka pa xhenet në herën e parë, shikoj tash krahasoje veten me Xhibrilin, që të po du me të prunë e ty. Ti e dhone, sen s'ka na pa. Qa ke pa të fiksej bote? Ti as këtë dunje që është krijesa me vogël Allah xhallahu ala, ti sen s'ke pa pisoj, as gjysën se ke pa. A i ke pa këtë vend të bukën në dunje? Ja. A i ke shetit këtë lëmejt të bukën në dunje? Ja. A i ke pa këtë ditët të bukën në dunje? Jo. Në as këtë butë sen s'ke pa as të jasën. Nërsa Xhibrili, këtë i ka pa. Si e ka pa xhenet në herën e parë, komenti i Xhibrilit për xhenetin, cili është? Ka thonë o Zot, kush nin për qëto, qëto ka me ardhë. Së është të mundës me dikush me një për që të vend qëto, mësë me i qëto. Gjithë shka kësha po qëto me hi, apëtën. Qështu ka thonë Xhibrili, apëtën. Para në sa është i bukur xheneti. Allahu e din. Një vend që Allah i dhe ditë për ditë ndreqo. Hala ndreqo. Të zëjeni. Para më na, do të tëtë një vend që Allahu xhalla xhelalu i ka mësu me lajket gjdo send ku me qitë. Qëta që të ndreqe, qëta që të ndreqe. Ndërsa një shkallë xheneti që është Firdausi, apo që e kënu mësunën kef, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah thot ata që kanë besu drejt
kanë pas besim të pastër, dhe ata që kanë bërë punë mira, banesën Firdaus kanë më udhëptën. Jannatul Firdausi nuzula. Nuzul është apartman, vend i madh. Ku kanë më pas, në cilën tokë? Jannatul Firdaus. E çka është Firdausi? Ndëgjoni çka është Firdausi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Firdausin Allahu e ka ndërtu me dorën e vet, edhe e ka mshel. Askur se shë ato apëtën. Kur se ka po Firdausin. E ka përgadit për dorab, nështë ta që tu jënë do të pitynë apëtën. Prandaj ata që ka një për gjennetin, për këtë bukuri, më slasëm detalet e lumejve, nga se ka thonë pejgamberi s.a.s. Gjennetani min dhehebin. 2 gjenneti janë, krejt është ari apëtën. Krejt ndaq muret, ndaq enë, ndaq lu, krejt që ka të shërtë dheheb. Ari, po ju i dunjas. Vë gjennetani min fidda. 2 gjennete, krejt është argjend. Krejt që ka të shish argjend apëtën. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo enharun lumej pishkafit min lebenin lem jetë gajjer ta'mu. Lumej të ndaj me qumsht që nuk prishet kur, si ndrohet shia kur, apo për ty tut, ketjën tut të s'po flet për kalablak njerëz, për çato që e jep Allah. Wa enharun min asalin musaffa. Allahu thot, Zoti i gjithësisë, thot lumej nga mjalë të akullum apëtën. U enharun min khamrin ledhetin li sharibin. Edhe lumej nga një verë, po jo kësi që të dam kryt dunja e pijesh apëtën. Nga se Allah thot, la ju sa të dëu në anha. Nuk i kap kryt midhin pësaj apëtën. E posaqme, e pregaditun për banot e gjenetit apëtën. E mos fal për lumejt e ti, e mos fal për drujt e ti, krejt që ka po flasë për të tash për to, dhe shumë tjera që a mund të për to, vallahi që tash për mineve është apëtën. Për mi ty është, naltë Allah e kalon apëtën. Edhe e ka qelë dyrës i ka qelë, dhe tanë Ramazanin dyrë qelë janë, subhanallah. Su se për sheve që më shilë sytë, qelë është apëtën. Shiko vallahi këtë malë ka të srajt, sa lirë Allah në ka e apëtën. Këtë malë ka që shumë blejet, ta ka mundësu Allah Gjallera, baje gjillire me e blejet. Andaj ta shfrytëzojmë çmimin e tij sot, se nesër shtrejtohet baje shumë së ne blejnë kërkush me kurgjë. Prandaj, dije se një prej mallnave që me të shpreson me ble xhenetin është agjërimi i tij. Një prej mallrave që me të shpreson me ble xhenetin është namazi sabahit që sot më fal ata. Një prej mallnave që shpreson me të ble xhenetin është përmendja e Allahut, Kurani, largimi prej haramit. Këto janë mallna që ti shpreson me to me ble xhenetin. Andaj jeto me xhenet. Përjetoje, nga se është i krijuar, është i gatshëm, është i përgatitur, është i ndam, dyert i ka qel, këtë është atë. Veç Allah e ka mbulu për neve sprov, apo që mu dallu pa kush lutet e kush nuk lutet, veç i kaq.